Tre vetë që u ndanë në tribun nga Frokçupi. Nuk kishte ndodhur asnjëherë ndarja nga tribuna për te askund. Gjithë kësaj historie ka ndodhur që nga askund, 2 a 3 a disa njerëz të vinë të hipin në tribun. Prej të treve, Monika dhe Iliri kishin qenë askushi, por u ngjitën në tribunat larta. Askush nuk di çfarë shkolle kishin studiuar, çfarë profesioni kishin pasur në jetën civile. As Iliri as Monika. Në demokraci u aplikua vlera zero mbi gjithë sistemin e vlerës. Nuk është pa baza fakti që si Iliri si Mona kanë shpalosur arrogancë para qytetarëve. Madje edhe kur janë filmuar duke vjedhur pasurinë e qytetarëve. Njerëzit e vlerës zero janë më arrogantët e botës. Ndërsa Saliu ka qenë një doktor i udhëheqjes komuniste, më shumë doktor i sentimentalizmit se sa i zemrës për udhëheqësit. Nuk mbahet mend të ketë shëruar ndonjë human në këtë vend. Edhe ky i ardhur nga askundi, siç quheshin në komunizëm, skërkat e vendit, sidomos në veri. Të tre u ndan sot, por nuk u ndan atje ku u nisën. Të tre u ndan pjesërisht nga pika e përbashkët dhe u ndan bashkë në vendin që quhet tribun. Dje festuan secili sipas frikës së mënyrës së vet, por në tribun. Sot nuk i zbardhi dita aty. Saliu mblodhi disa sklever të tij që i ka futur deri në gryk në korrupsion dhe ju tha se po festojmë lindjen e PD-s. Shkreta grua me emrin PD, sa u dhunua nga këta të tribunës. Por sidoqoftë, për Saliu PD ishte një totem, kafshë vrar totemiste me të cilën u nis për askund. Dje në mbledhjen përkujtimore të partisë ishte çasti i fundit në tribun. Tani drejtësia e kërkon në burg. Iliri e nisi luftën kur Berisha vrau Nanon, jo për të marrë hak ndaj vrasjes së të liderit të tij, por për të marrë shpërblimin. Shpërblimi ishte tribuna. Kur ishte vetëm 23 vjeç, u bë deputet dhe kur ishte 23 vjeç si autor veprash penale, u bë president, që aty rrallëherë u pa më. Hera e fundit kur tha se ishte i sëmur, për Saliu nuk foli më. Me sa kuptohet, Iliri tenton të marrë ndonjë qelim të rehatshme se Saliu. Kaq ka mbetur. Monika ka marrë tribunën sa herë është dashur të shoqit. Edhe të shoqin, herë kishte e herë mohonte. Në Republikën e Shqipërisë luajtën rolin e pedofilis. Në krye si zonjë të parë mëruan një vajzë të mitur. Ajo nuk e preku kur tribunën. Dje Monika u shfaq në tribunën e fundit të një konference që e se ajo i vetë me qëllim që të provokonte spakun se ka seriozisht apo jo. Të tre u ndan teksa ndodheshin në tribunë. Nuk ka ndodhur kur kështu. Miqt janë ngjizur në tokë dhe janë ndarë aty, ndërsa këta e kanë jetën në tribunë. Saliu, sipas vendimit të kuvendit, do të jetë në arrest, nuk ka më liri. Iliri është dorëzuar për fatin e klientit të sëmur. Monika sot ndije e zbehtë e tradhtuar nga dy burrat. Kush do ta djegë selin e parlamentit tani e tutje? Kush do ta ndez Reichstagun pas rënies së Führerit? Të tre po pickojnë veten. Jam apo nuk jam unë? Të tre ishin zoti dhe pushteti i përjetshëm. Secili ka harruar se asnjëri nuk është zoti. Berisha e kuptoi tje, i fundit nga të tre. Sapo spak urdhroi arrestimin e tij pas vendimit kuvendit, ky tha: "Jam dakord me vendimin." Kush po e pyet më? Sigur ky e kishte në dorë prap drejtësinë ose edhe fatin e tij. Këta ishin kapur fort pas pushtetit dhe për pushtet bën krime. Tani tribuna është pas njërin. Secili pret secilin atje poshtë.